Apo ndryshon mendësia, kërkesat e grave, a janë më të mëdha prej vitit në vit? Po, gane. Edhe gjenerata, se dikur për shembull ka qenë shumë tabu dikush në moshën 50 vjeçare me dashur me marr patent shoferin, po tash më vjen me ndëgju që nuk pritojnë, domethënë çat herë ju ka dhënë mundësia edhe nuk e kanë asnjë lloj kompleksiteti me sfidu veten. Jo. Sidomos tash që është mundësia edhe e veturës automatik, është interesimi shumë më i madh, edhe për një me nuk po një moshë. Ki 60 vjeçare, ki edhe 65 vjeçare. Deri çtu kom pas unë, ma shumë se 65 nuk kom pas. Normal puna është shumë më e vështirë, se reflekset janë më të vogla. Po mirë, po vetura automatik, po ja mundëson. Adem pa probleme edhe këtyne në moshë. Nëse veç pak dënë, adem ki vullnet për me vozit, ose e ki pas gjithës të ka jep mundësia, e praktikon pa problem, edhe pse është 65 vjeçare. Dhe më thonë me shku një mesazh piktuit për krejt ato që deri në gjithë moshë s'kanë pas mundësi me marrë. Pse ndiku prej faktorëve të ndryshëm, të jashtëm, fiks. Të para, domethënë që ka qenë kushte, tash i ka mundësit. Pse që thonë plakat një barbarizëm mu bë iftijaç dikujt na më të dikun, kur edhe nëse je 60 vjeçare, 65 mundesh me shku te fata me mësu artin e vozitjes. A është vozitja art? Është. Shumë bile është. Kur t'ja mëson teknikën e vozitjes, që ajo është artë në vete, edhe ma e rëndësishmja me mësu vozitjen është teknika e vozitjes. Kur e ki teknikën e vozitjes, edhe kulturën komunikacion. Qëto e kisha rritë ma shumë? A tash pak ndalemi që të kultura në komunikacion, të shot qes një tabele për para me plusat dhe minusat që i kam unë si shofire. Po, çfarë minusa ki? Jo, nuk po gëzej tash të shoh çka është kultura në komunikacion. Deri te frustrimi në për kolona, që dohet me u përbit tepër shumë, për me mri me qenë qetë. Qaj agresiviteti, mu zbut. Përparësia, me qenë ma e madhe. Gabimin e tjetrit me qenë ma i tolerushëm. Krejt që kjo e shumë sen e tjera, krejt që kjo e përbën, a di qka du me thonë me pas kulturën komunikacion. Është shumë e rëndësishme, edhe a beson ka njëherë kur të kom naj kandidat, e ka kulturën e vozitjes, e ka kulturën e komunikacionit, e ka. Edhe gjithmonë ja ceku, e përgëzoj. Shumë më gëzon fakti kur njerëz kanë kulturën komunikacion. Jënë të edukum në komunikacion. Qaj agresiviteti, qajo reagimi, që na ndodh krejtve,